7 vite më parë, zona e Ish-Gardës së Republikës u premtua se do t'i bashkojë parku të madh të Liçenit si hapësirë gjelbër publike, por sot ajo është kthyer në një kantier ndërtimi, ndërsa segmenti që supozohet të lidhej me rrugën Dora Distria ka mbetur pa krye dhe përdoret kryesisht për parkim. Në zonën e Ish-Gardës do të ngrihen tashmë 3 godina të larta, qendra kombëtare e kulturës për fëmijë, biblioteka e re kombëtare dhe një kull 35 katëshe e grupit Nova. Historia e kësaj zone tregon se si premtimet për hapësira publike në Tiranë përfundojnë në projekte betoni. Në tetor 2018, kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj u zëtua se në këtë zonë nuk do të ndërtojë asnjë kull, por 2 vite më pas, në gusht 2020, ai miratoi planin e detajuar vendor TR 169, që i hapi rrugë ndërtimeve deri në 18 kate. PDV-ja u hartua nga studioja belge XDGA dhe ajo shqiptare, IRI. Në dokumentet e tyre, arkitektët sugjeruan një shkëmbim pronash, toka private që ndodhej në hyrje të parkut, të këmbehej me truall publik tek Ish-Garda. Ky shkëmbim u argumentua me nevojën për një parking publik, i cili sugjerohej të bëhej me kate nën tokë. Vetëm 28 ditë më pas, qeveria miratoi shkëmbimin, ndërsa 3 muaj më vonë, në dhjetor 2020, kompania që fitoi pronën mori leje ndërtimi për një hotel 14 kave, i cili më vonë në vitin 2024 transformoi godinën në një kull 35 kate. E njëjta dyshë arkitektësh që përpiloi PDV-n dhe propozoi shkëmbimin e trojeve, pra XDGA dhe IRI, projektoi edhe godinën që përfitoi nga ky proces. Ky rast ngjatë dyshime serioze për konflikt interesi, por kjo nuk mbaron këtu. Të njëjtat studio kanë hartuar edhe projektet publike për qendrën kombëtare të kulturës për fëmijë dhe bibliotekën e re kombëtare. XDGA pretendon se këto projekte i ka fituar me konkurs. Megjithatë, Ministria e Kulturës konfirmoi për Citizen Spikal se asnjë konkurs publik nuk është zhvilluar për këto projekte. Në qendër të kësaj historie është kompania Dushku SA, që u krijua në vitin 2017 nga ortakëria e një ish punonjësi të grupit të Balfinit. Kjo kompani zotëronte disa parcela të vogla në hyrje të parkut. Në verën e vitit 2020, kompania ja shiti një pjesë të këtyre pronave grupit Nova për vetëm 300.000 euro, 3 herë më pak se vlera e deklaruar e pronës. Brenda pak javësh, këto prona u këmbyen me truall publik tek Ish-Garda dhe në më pak se 5 muaj, grupi Nova siguroi projektin, miratimin dhe lejen për ndërtim në këtë zonë. Ky është një rast për rekord për shpejtësinë e konkretizimit të procedurave të ndërtimit në Shqipëri. Dokumentet tregojnë se pjesa më e madhe e pronës tek hyrja e liçenit ishte legalizuar në mënyrë të përshpejtuar në vitin 2013, ndërsa pronarët e mëparshëm kishin lidhje me kompani që më vonë u bën pjesë e projekteve të mëdha të grupit Balfin në Bregdet. Vetë grupi u distancua nga kjo histori, duke thënë se individët e përfshirë kanë vepruar në mënyrë të pavarur. Sidoqoftë, rrjedha e zhvillimeve, lidhjet dhe përfitimet përfundimtare ngren flamuj të kuq për ndikimet e mundshme informale në planifikimin urban të kësaj zone të lakmuar të kryeqytetit, nga premtimi për park publik në një blok ndërtime shumëkatëshe. Nga gjithë kjo histori që tregon se Ish-Garda u zhvillua me procedura të mbyllura, lobim interesash, për zgjedhje preferenciale projektesh, kuptojmë se Tirana zhvillohet mbi pazare dhe jo realisht mbi nevoja publike.